Erdhëm sot të flasim për pastërtinë, po përgjithësi, domethënë erdhëm të folim për 5 hapat e shitjes. Unë përgjithësi duhet dal pak prej asaj tekstit, duhet të tregoj disa gjëra që besoj se mosha këtu është diku 20 mosha është diku 20 e pak apo është rimi. Përgjithësi sot duhet të flas pak para se të fillojmë për definicionin e shitjes. Nëse pyesim gjithë përgjithësi kolegë ose njerëz që merren me shitje, çfarë është definicioni i shitjes? Ka dikush që e di këto definicionin e shitjes? Zgjerimin e shitjes? Jo. Këto që ta pyesim do filloj me shembull, si shembull shitja është një produkt dorëzohet te klienti, merren lekët, bëhet marrëveshja mes klientit dhe biznesit, e kështu me radhë. Mirë, po edhe është e drejtë, po edhe është e gabim realisht. Pse është e drejtë? Se gjitha këto që i tham bëhen në fakt. Mirë, po ama pse është e gabim? Sepse shitja në përgjithësi është transfer, këtë mbajeni dhe do ta dini përgjithmonë. Shitja është transfer i emocioneve. Domethënë, transfer i emocioneve, shitsi dhe blersi. Pra bëjnë transferin e emocioneve. Për ta vazhduar këtë, për ta sqaruar pak më saktë, do i tregojmë 5 hapat e shitjes. Për ta sqaruar këtë pak më saktë, pak më mirë, do i bëjmë 5 hapat e shitjes. Do marrim shembull, do marrim dyshekun që tham fillim që tham. Sa veta fletëm dyshek të papastër, 2 veta kishin, nga e dishin nuk e di. Nga e di e? Po. E kuptoj. Koleg, merë shëni. Okej. Do fillojmë të dysheku, do marrim shembull një pajisje për mirëmbajtjen e dyshekëve. Nëse një person mund ta shes një pajisje që mirëmbahen dyshekët, që ka një kosto, pak të madhe, 3.000 euro, ai mund të shes gjithçka. Si shitet një pajisje? Janë 5 hapa, shumë të thjeshta janë. Ti shënojmë shkurt? Do i shënojmë. E para, janë informatat. Falni. Matat. Qa janë informatat? Përgjithësi, informatat ne japim shkurt. E shes këtë lapastilin, kjo lapastili i miri, kështu. Jo, nuk është ashtu. Informatat janë gjithmonë duhet të jenë jo shumë bajate. E keni vëret kur shkoj bleni shembull, sidomos ju te vajzat. Shkoj blesh një fustan, edhe ai si fillon shitsi, kjo kështu, kjo ashtu, ta bëm mas një kohë ta shpif, ti themi kështu. Infot duhet të jenë qarta. Kjo është kjo, e bë këtë punë, është kaç vite këtu garancione, bla bla, kaç. Shkurt, nuk duhet të stërzgjatet. Pra duhet në pikat shkurta, mirë po të qarta, të pastra. E dyta, gjithmonë, a e dini ku shkon gjuta? Ku dhem dhëmbi. Gjithmonë pyete, si ju i adilni t'i themi? E kishim shembullin pajisjen për dyshekët, apo? I dhash Estës info, Esta kjo është kjo. Tani do e pyes, Esta si e pastronti, si e mirëmbanti këtë? Kuptoni gjithmonë step by step. Gjitha këto kur ti përfundojmë, do e kuptoni se atë fjalën transferin e emocioneve. Edhe besoj se do më jepni të drejtën. Pra, si bëhet e dyta? I dham infot, Ahmet, kjo është kjo. Tani, Ahmet, si e mirëmbanti? Si e pastronti? Si nuk do fleshti më pisti, ti themi. Kupton? Pse na duhet kjo? Pse na duhet neve kjo? Neve si shitës, na duhet çdo detaj më i imti, më i vogli, na duhet. Pse na duhet? Kjo është një bagazh që ne tash bëhemi gati për të shkuar në fund, në front, në luftë, ta mbyllim shitjen, të arrijmë qëllimin. Kjo na duhet neve, kjo municion për neve për në fund. Në fund neve gjithë shka, gjdo info, gjdo fjalë, gjdo mimik e klientit na duhet. Tani, kur ta pyesun klientin, e ndëruar, si e mirëmban, si e bon, a din qa do të filloj ajo?
Jo po e bëj kështu, jo po e laj, jo po mundohem. Na herë ndodh disa thonë e majmë dyshekun burrin, i bie nga mbrapa me një dru të madh. E kështu me radhë. Këtu e kena rastin, duhet ta shfrytëzojmë fakt rastin që klienti t'i nxjerr të gjitha ato që i kanë ngel peng, që i kanë ngel. E keni parasysh? Sidomos në punë kur jetë, ngel peng, shembull, gjithmonë kur dalin punë ose hajde për të shkolla, për të kampusi, sikur mos kish trafik. Edhe te mirëmbajtja flasim. Sikur mos ishte kjo pjesë. Na duhen gjithë këta info. Pse? Do shihni tash. Sepse tani vin pjesa e tretë, pra hapi i tretë i mbylljes shitjes. Cila është hapi i tretë? Ja si duket me pajisjen tonë. Ja si duket me pajisjen tonë. Tani, thamë se gjuta shkon ku dhe në dhomë, apo? Po. Tani, e gjetëm dhomin, apo? Duhet ta rregullojmë, duhet ta pastrojmë, duhet ta shëndoshim që i thënë. Qa bëjmë tu? Këtu bëjmë? Ka dikush në ide? Qa bëjmë tu? Ja, se si duket? Po, demonstrimin pra. Japim zgjidhje problemit me demonstrimin. Në demonstrim, qa bëjmë në demonstrim? E para, nëse ju kujtohet, klienti na tha se e kam zor këtë, kjo më mundon, ku do fokusohemi në demonstrim? Qa do bëjmë në demonstrim nëre? Do ja demonstrojmë atë që do klienti, që e ka më zor të themi, më problematike, apo do fokusohemi diçka që s'është fare në te? Qa do bëjmë? Do fokusohemi te problemi, pra të zgjedhim problemin. E para. E dyta, do ja tregojmë, do ja demonstrojmë, ta shohim se sa është më e lehtë. E treta, do ja tregojmë, do ja demonstrojmë se ja do marrim shembull Ahmetin. Sa vite e ke këtë dyshek, Ahmet? 5 vite. Wow. Fshin çdo javë, çdo muaj, 2 herë në javë, i ndron çarshafët? Dyshekun e merr çon. Respekt, Ahmet. Çarshafët si ndron një javë, 1 herë, 2 herë? 2 herë në javë. Bravo, super. Do të thënë, Ahmet, të gjitha pajisjet që janë bëme për këtë punë, gjasme, për pastrimin e dyshekëve, fshin vetëm sipërfaqe. Asnjëra prej tyre nuk fshin në thellësi. Prandaj, Ahmet, gjithta papastërtitë, gjithta pisliqet që dolen nga mrenda, dolen se asnjë pajisje nuk i ka heq. Është e vetmja kilvi që heq. E mora shembull pajisjen tonë, falni. Tani, një pyetje kam, Ahmet. Ti ndron çarshafët çdo javë, apo? Dyshekun sa vite e ke? 5 vite. Çarshafin e lajm çdo javë, dyshekun asnjëherë. Nëse i ndron i lan teshat, vetë nuk lahesh. A je i pastër? Ahmet? Jo, apo? Qa ndodh këtu? Klienti, ose po, klienti të them, e vlerëson vetë vetën. A e vlerëson i vetën gjithë? A jepni një vlerë vetë vetës, apo? Klienti e vlerëson vetë vetën. E kupton se mundi i shkoj kot, i shkoj dëm. E para. E dyta, e kuptoj se gjithë pajisjet tjera nuk ja kanë kry punën. Edhe e treta, që është pjesa ma kryesore, klientit gjithmonë jepja ta provoj diçka. Shet shembull lepostilin, jepja ta provoj, jepja të shoh se si përdoret kjo. Jepja gjithmonë ta provoj. E katërta, kur ta provoj, kur ta shoh rezultatin, kur ta shoh se puna i bëhet ma kollaj, ma shpejt, ma thjesht, ma efikas, linden, ç'a linden? Dëshira. Nevoja lindi, po se po patjetër lindi nevoja. Linden dëshira. Kur linden nevoja, linden dëshira. Qa na kanë ngel edhe një gjatë vogël ti hedhim një kryp. Po ka shumë. Shkojmë te hapi i 4 tani. Është hapi i 4 që do ta shtrëngoj, do ta betonoj këtë shitjen tonë. Hapi i 4, kush është?
Problem me rritjen vlerave. Qa do të thot problem me rritje vlerash? Qa do të thot problem me rritje vlerash? Nuk mund të këtë të ashes 100 euro. Jo, s'mundem, se kjo sa kushton? 1 euro, 2 euro maksimum. Nuk mundem. Unë duhet t'ja bëj prezentimin, t'ja tregoj vlerën, nëse ju kujtohet, t'ja jap infot, gjitha këto t'i zgjidh, gjitha këto me radhë, dhe më në fund t'i jap një problem, më konkretisht këtu ku jemi ne të dysheku. Kush është problemi? A e dini se çdo dyshek ka qeliza të vdekura të trupit ton? E dini këtë gjë? Nuk e dia, kemi ndaj doktor këtu. Ndoshta. E dini këtë gjë, apo? Si thosh mjekësi, dermafagoidi, ashtu diçka, po. Dermafaga, po. Dhe më thonë, kjo është një problem shumë i madh. Kush do dojë të flej sot mbi 2 kg qeliza të vdekura? Doni të fleni sot? Okej? Pajisja jonë kushton 3.000 euro. Ne paguim 3.000 euro. Jo, të fleni 5 vite. 5 ditë. Të flejsh mbi morat të lëkurës të vdekura. Mundet? Jo, s'mundet, apo? Kjo është një problem që njerëzit në realitet nuk e din. Si kur ta dija me që ti e ke kështu dyshekun? Do kërkoj zgjidhje para shumë kohë, apo jo? Ku erdi klienti tani? Erdi gati, klienti e kuptoi. Qa thaj? Po, normal se po. Kush do të flej në natë? Kush ish parë që ta unë kam flej dyshek të papastër? A do të vazhdojsh të papastra se? Okej, sot është e zgjidhja. Sot mund bëjmë gjithë shka. Tani vetëm një gjona ka ngel. Rritja e vlerës. Rritja e vlerës, të ne kur themi rritja e vlerës, mendojnë vitin 2017 apartamentet ishin 1.000 euro metër katrori, sot janë 1.600. Jo, stop. Ajo është diçka tjetër, kjo është krejtësisht diçka tjetër. Një shembull i vogël, rritje vlerash. Një shembull shumë thjesht, ku di, ma kollaj. Do t'jap 1.000.000 euro, okej? Ama një kushte kam, të lutem, vdis sot, nesër mos jeta. I do? E kuptoni se tani që do të thotë kjo? Kjo është një gjë shumë e vogël, që njerëzit gjithmonë e ndigjojnë, e shohin, e punojnë, mirë po ama nuk e kuptojnë fiks që do të thotë rritje e vlerës. Rritje e vlerës është se, Ahmet, dysheku jot ka morat likurës, Ahmet, dysheku jot ti ke harxhu 5 vite, të paktën 50 herë, e ke pastru 50 herë të paktën? Ti ke harxhu lekët, ke harxhu krahun, ke harxhu kohën, ke donë mundin, gjitha, edhe më në fund rezultati është kjo. Kjo është e rritja e vlerës. Sa lek harxhohet për 5 vite? A e dini se sa lek shkojnë në muaj për mirëmbajtje një shtëpie mesatare diku 80 metër katror? Paka shumë. Keni në ide? Jo, se keni. A e dini pse nuk e keni këtë ide? Sepse gjithmonë del nga shtëpia, mami thot, shko bleje një graso, shko bleje një zbuce, shko bleje një kështu, një ashtu. Një shtëpi mesatare, sidomos në shqiptarët që duan pasardin, harxho diku 60.000 lekë të vjetra, ta them, 60 euro në muaj për mirëmbajtje. A dini sa janë ata në vit? 720 euro. Ajo një shumë ekstrem e madhe. Kjo është pjesë e rritjes të vlerës. Tani qa bëm ne? Nevoja u bo, apo? Dëshira pas nevojës vinë, po se po? E treta, pse e bëm rritjen e vlerës? Se ne i bëjmë gjitha, ama pse i bëjmë? Pse? Pse problemi i fundit që mund tjetë leku. Rritja e vlerës e mbyllat derën që i themi ne, dera e fundit ku mund klientit mendoj se këtu kam kutik. S'ka, nuk ka, i mbyllë gjitha i mbyllë, nuk ka kutik. Nuk mund të më thotë muaj tash, ka kosta, është e shtrenjtë. Nuk mund të thotë, është e shtrenjtë, ama që ka e mirë. Sepse një gjë mos harroni. Kjo është pak jashtë temës, shkurt. Shumë ka dallim midis
shumë e mirë, ama shumë e shtrenjtë, edhe e shtrenjtë, ama shumë e mirë. E njëjta fjalë, vetëm se vendet e kanë të ndryshme, apo? Dallimi është se cila fjalë ngelet në fund. Është shumë e shtrenjtë, ama ja vlen. Hajde të shohim si do e bëjmë. Robert jo saki, baba i pasur, baba jo i pasur. Besoj gjithë e rini këtë. A nëse thu, e mirë është po e shtrenjtë, s'është për neve. Për ne gjithmonë, kur flisni, kur bëni, sidomos në shitje, gjithmonë shumë e mirë, duhet t'jese në fund. Kthenat e tema, i bëm gjitha hapat, i zgjodhëm probleme, e bëm rritjen e vlerave. Qa ka ngell tash në fund? Gjoja ma e mirë, ma e lezeshme. Money flow, cash flow. Gjoja ma e mirë, cila është? Po, shive kur them cash gjithë happy. S'ka gjo ma e mirë se jo. A ka dikush që nuk do lek? A ka dikush që do lek? I pari. Nuk do një lek jo? Ju? Euro, mashallah, ma mirë. Shive ka mërë mali. S'ka kush nuk do, gjithi duan. Pra e fundit është mbyllja. Neve kemi zgjidhjen e mbylljes me T-close. T-close. Pse neve shkojmë sistemin T-close? Ahmet, e pëlqeve? E pese të krymë punën? Problemet i zgjodhëm? Rritjen e vlerës i bom? Mi jep 3.000 euro. Po ndoshta nuk ka 3.000 euro. Qa u bo? Qa do bëjmë? Iku shitja? 3.000 nuk ka, ama këstet i ka, po? Pra ndaj gjithmonë është T-close. Gjithmonë do i japim klientit, do e fusim në shina, binare, apo? Në shina, që ai të shkoj te poja, më në fund tjetë po. Do jetë me kësta, do jetë me cash. S'prish punë, fare. Kryesorja, qëllimi është të bëhet shitja. Ka një fjalë, nuk e di a keni dëgjuar më herët, unë e përmenzi shumë shpesh, bile kolegët e mi kam fillu të avdojnë edhe në wall, kështu në për Instagrame, nëse e dini se pse e bëni diçka, do e gjeni se si. Besoni këtë gjë. Besoni. Gjitha këto që i bëmë, neve i bëjmë se, e dim se pse e bëjmë, se ideja është e më fund të bëjmë shitje. Mirë po, edhe shitjen pse e bëni duhet të dish. Gjithmonë duhet të dish. Prandaj në T-close, gjithmonë shkojmë tentativa e parë, okay? U bë gjitha, u bë nevoja, u bë problemi, u zgjodh problemet. Urime. Problemi i dytë maksimal që mund dalë tani. Cili problem mund na shfaqet? Ai që tha, Ahmeti, s'kam, apo? Mirë po, ama ne pse jemi këtu? Për gjetë zgjidhje, ne zgjedhim problemin, ne zgjedhim problemin e klientit. A mund të zgjedhim në problemin e Ahmetit tani, klientit? Si të duam. Okej? Ahmet, problemi është domethënë vetëm te leku, apo? Me sa e shoh unë, i vetmi problem që ne sot nuk mund ta kemi një pajisje është leku. Shkurt, jashtë temës. Pajisja, si pajisje. Është rregull gjithçka? Ju pëlqen? Punën e bën? Me gjitha, apo? Zonja besoj padyshim e do. Unë jam i sigurt, shumë 100%, se pajisja e radhës e kësaj shtëpie, pasi të prishet kjo, të eliminohet, do jetë kirbi, apo? Pasi e patë mos e qa bon. Pajisja jonë, apo? Si? Super. Ma po Allah se nuk digje mirë, nuk digje. Pse mu më duhet kjo poja e Ahmedit? E dini pse duhet kjo poja? Se më në fund, do e marim? Po. Me klientin, gjithmonë do flasësh po dhe po. Pyetja do ja pashësh, do e pagush me kesh apo me këste? Jo, do e blesh apo jo? Do e bleni ose jo? Jo. Do e pagujmë kesh apo me këste? Kesh, këste, po. Gjithmonë, po dhe po. Po dhe po. Kjo trajnim për të thonë po. Pajisja e radhës do jetë e jona, apo, sigurt.
Po. Ahmet, unë jam I sigur sikur sot kishte një mundësi që ti thush, Muhammed, sikur ti ishte kështu, me këta kushte, ta zem kaq para pagesë, kaq këste, unë e merja direkt, jam I sigurt, apo? Ahmet? Vetëm një gjatë të tregoj. Sot, ky investimi jot, sot, minimumi 30 vitet e ardhshme, këtë shtëpi do ta mbaj të pastër. Minimumi. 30 vitet do ta mbaj të pastër. Besoj, vendosmëria që e more sot, që vendose për ta marrë pajisjen tonë. Qa bëj unë tani? Vendose ta marrish pajisjen tonë. E vendose. Ai nuk e vendose, ai thjesht sikur të ketë një, apo? Këtu qa e bëj? Mindsetin e klientit e konektoj me vete. Ju kujtohet që ishte shitja? Transferi I emocioneve. Tani bëhet transferi I emocioneve, se falni ndjes. I bëme emocione, tani është koha ta transferojmë. Kjo është si në futbol. E ke një gjuajt të lirë, një penalti, tani e rregullove topin. Apo? Edhe mrapsht? Apo? Tani gjuj. Ahmet, një gjotë të pys. Thamë se me kesh nuk kemi. Falni, kesh. Nuk kemi. 4, 6, 8, 10. Me sa këste? Ose hajde unë do të shënoj t'i thuj bol. 11, 12, 13. Stop. Super. Ahmet, falenderit shumë. Ju përgëzoj. Falenderit shumë. Vesh një gjatë do të them Ahmet. Me këtë që vendosët ju sot, kjo shtëpi, nga sa të tutje, do jetë e pastër. Jo vetëm nga këto, nga dyshekët, po edhe nga gjithë shka tjetër që pat me herët. Mos futemi thellë tapeta, gjona se në vene. Okej? Falenderit shumë. Qa bom në këtu? E bom një mbyllje sa që duket shumë e thjeshtë. Apo? Ne nuk shesim aktualisht, neve nuk shitëm një gjotë që kushton 5.000 lek. E shitëm një pajisje që kushton 3.300 euro. Pastronit e shpijat në herë, po. Gjithë fshim, apo? Kam një fshes të jap, kushton 3.300 euro. Dhe marrish? Jo. Dhe marrish? Dhe marrish? Pas prezentimi, po. me dimendja, po. Ideja gjithë kësaj që biseduam sot, është se, nëse ti mund të shesish një pajisje, thjesht, që është për të shi dyshekët, me këtë kosta, qa mund shesish, të zim për 10.000 euro? Qa mund shesish? Mund shesish orën e dorë, se pas këtë mire, pas këtë shtrejnë pas këtë. Pra mund shesish gjithë qka. Ama, vesh një gjo mos haroni. Këtu është, të mindseti është. Nëse ju e dini se pse jeni fut në atë punë, ke bo një biznes, ke bo një shitje flasi mësa. Nëse ti e din se pse ke shku të shitja, ti do e gjesh mënyrën, ore, nuk e di, si kur vinë vera, keni parasysh, do pushime, si do mos të goca, ore, do e gjejnë mënyrën, do marre pushim të puna, e shofun të kolegët tona. O, shef, javën e ardhshme do jem me smunë 7 ditë. Si me smunë 7 ditë? Po, pra, do e gjesh mënyrën, si ta bësh. Pse? Që ti e di se pse e bo. Okej? Vetëm se një gjo. Mos ngel të shitja. U bo shitja edhe kaq. Shko further, para. Hec para. Do e bë shitjen. Po me lekë që do bëj. Okej? Po me lekë që do bëj. Gjithmonë me ndonja këtë. Kjo, ju jep, do të marrë 2 minuta mundë, ta bë një vizatim shkurt. Kjo ju jep drejten, se dhja mund të shik një gjithë petje. Kjo ju jep drejten që ne nga -1 që jemi në jetë, 1, 2, 3, 4, 5. E dini se kur zgjojmë mëngjes, jemi 1-0 për ta them për botën, për jetën. E dini pse? Se ti zgjohesh shumica, a ka dikush që zgjohet pozitiv mëngjes? Direkt zgjohet edhe pozitiv, happy, vishet, wow. Ka dikush? Nuk ka. Haronja.
Po, mashallah, super. Shiko, 99.9% janë 0, 0.1 pas kemi një fenomen. Është shumë kollaj, zgjohesh negativ. Pse shitja fillon prej momentin kur fillon t'i veshësh çorapet. Seriozisht e kam. Seriozisht e kam, mendojeni pak. Shitja fillon prej momentin kur fillon t'i lash dhëmbët të shtëpia. Shitja fillon prej momentin kur i hap syt. Imagjino si duket, zgjohesh mëngjes, ke familjen, mami ta ka bërë bukën, se zë, zbokën këto vezë. Po ba, naj lek, dal pak shpejt e shpejt. Negativ. Ti hetni disa rreth zeza në shtëpi. A fatkeqësisht të ne ndodhen gati çdo familje kjo. Jo ka shumë direkt, më thash pak më troç ti bi. Provojeni nesër mëngjes, provojeni zgjohuni pozitiv. Ata që janë të martuar, zgjohen pozitiv, ti thënë nusës një fjalë ose burrit një fjalë. Po, ata që janë me familje, zgjohen pozitiv. Po, pyete familjarin, partnerin, shokun, po di, si flete, mirje, hajde, të pim një kafe. Pasi vishet, sa bukur je vesh. Jo, nëse është vesh me pijame të sop, ti thu, sa bukur, jo. Ti ngjaj pra. Bëni pozitive. E dini pse është kjo? Shitja mos harroni, fillon prej kur i hap syt. Momentin që ne jemi në gjumë, jemi këtu, -1, -11, jo -1. Kjo është dita jonë, dita, puna, aktivitetet familjare, kështu me radhë. Qëllimi jonë, pra suksesi jonë, nuk është as këtu, pas këtu nuk është. A dini ku është suksesi jonë? Kur tatët reja të bashkohen pra zinxhiri, nëse janë 3 hallka, jeni thënë hallka po? Zinxhiri 3, çfarë i thënë asaj? Hallka. Janë 3 hallka, 2 janë të kapura e 3-ta kanë ngel jashtë. Më falni, nuk është zinxhir ajo. Nuk kompletohet. Duhen të 3 hallkat të jenë përbashkëta, të lidhen njëra me tjetrën. Si ndodh ajo? Hallka e parë, hallka e dytë, hallka e tretë. Puna, e bëra punën. Okej? Kjo është dita. Isha pozitiv. Apo? Vazhdojmë. E bëra. Isha terren. E bëra pozitivitetin. Isha me kolegët. E bëra pozitivitetin. Isha në shitje. Pra gjitha formojnë një shitjet. Një shitjet e cila nëse janë 2 hallka, do të ndosit kaq. Ama nëse janë 3 hallka, do të ndoset maksimum. Kur ti bi, ajo të ndos mja maksimum. Mos them klientit, mos them kundërshtarit, se nuk e keni kundërshtar me klientin realisht. Ajo hallka, ajo të ndosja me 3 hallka, do të rrëzoj Ahmetin në sekond. Ose po, në termin ton, biznesit, ajo hallka do të mbyllë shitjen në sekond të Ahmetit, se ti je i fort me veten. Ti je i fort me veten, i këpo gjitha. Për shembull, kena lujtë të lojrat për telefon, me tasks. Daily tasks, ku di unë, i përmbushi, dhe më në fund, vjen, congratulations, you have won bla bla, keni fituar këte. Po, jeta është ashtu, jeta jonë është ashtu, e njëta. Zgjohesh mëngjes, first task of the day. Ndihmoj nusës, se do të rreth. Ajo, për momente, ajo, fatkeqësisht. Do i ndihmosh. Qa do bësh? Second, gjitha, një nga një. Më në fund, kjo është finalja jote. Kjo finalja, ti nëse i ke gjitha kështu, gjitha të ndosura. Ti je happy. A dini pse je happy? Lekët nuk i dosh, ama dollarët i do sigur i do. I do dollar, eurot, edhe euro. Shive, euro, dollar, shive, smiling, Pra gjitha kjo, fillon vetëm nga momenti që jap syt. Gjitha mund t'i dini, gjitha mund t'i mësojmë. Hajde një kompani tonë. Kompani tonë mund t'i fitin Ahmedin, Esrën. Hajde i dojmë mësojmë gjitha, mirë për kodë. Nëse ti nuk je vetë, ti nëse nuk e di se pse jam futun këtu, pse kam ardhur këtu, pse u futa urbanin, taksin, ose makinën, shkova të zhvillat të grupit, nëse ti nëse nuk e din këto. Kodë. Pra gjitha këtu, nëse nuk jemi pozitiv, nëse nuk zgjohesh pozitiv,
Kote ke. Unë nuk mund transferoj emocione të klienti nëse i kam ato emocione negative. Po, imagjino, futesh ti me klientin, sa do? Kjo. E do? Do e dos? Jo, nuk e do. Nuk e do. Ideja është, ta mbyllim, ideja gjithë kësaj që e folëm sot është shitja çado që t'ju thënë, çado që t'ju thonë. Shkurt është transferi emocioneve. Nëse ti emocionin e merr, e rrit, e mirëmban, bukur, mirë, kur ta transferosh, do të transferosh pozitiv. Kjo është si shembull të çiftet. E keni parasysh? Një djalë, një gocë, e shet goca djalin fluturat. Po. E dini, gjithë e dini këtë. Apo si qeshim, gjithë. Po gjithë e dini këtë. E njëjta është. E njëjta, vetëm se këtu janë fluturat të dashuria janë kështu janë. Këta, vetëm se kaq është dallimi, shumë i vogël, pra nuk matet suksesi tazi me IQ. Më mendojnë se ato që kanë bërë sukses kanë më shumë IQ se unë, kupton? Sa është IQ-ja më e madhe? 160. Mesatarja sa ishte, më falë se 120 ta marrim, duke di fiksa mës. Tani, nëse Ahmedi ka, e zojmë 50 milion euro më shumë se unë. Nëse matet pasuria me IQ, ai duhet ta ketë IQ sa 50 milion në 160. Nuk është kjo, nuk ka. Është të guximi e para të pozitiviteti. Edhe një fjalë për fund, veç një gjë mos harroni. Asnjëherë mos thoni, ki ka bë se ka fat. Këtë ka ndjek fati. Jo, fati e ndjek vetëm një person. A dini kë? Hajde, kush do ta ndjek këtë? Fati e ndjek vetëm guximtarin, as kë tjetër. Mos kërkoni fat tjetër. Fati e ndjek vetëm atë që guxon, vetëm guximtarin. Nuk kërkon as kë tjetër. A keni pa dikush vetëm flen, i ka bërë gjitha, ban seminare, ban smunë, se është këtu flet. Apo? Fati e ndjek vetëm guximtarin. Guximtarin nuk ka bllokat që e bllokon. Se njerëzit përgjithësi vuajnë ka sende që nuk ju ndodhin. Kush ka frikë nga qenë këtu? Ato ndacakët që janë. Ty? S'ke frikë? 3? Sa herë kanë kafshu qenë? Asnjëherë. Çfarë kanë? Kush ka frikë nga korrenti? Edhe ti ke frikë? Kush ka frikë nga korrenti? Nga ti fuse gishta në prizë? Gjithë. Apo, sa herë ju ka zënë korrenti? Asnjëherë. Prandaj njerëzit vuajnë nga gjërat që në fakt nuk ju ndodhin. Unë për këtë temë mund të flas sa të doni. Mos e zgjasim. Një gjë. Kur era në Shqipëri, unë jam imagjinist. Kur era në Shqipëri, imagjino vetë, një person nuk e njihja. Një person nuk e njihja. Nuk isha as shtëpi, as kompani që i kemi sot, as një gjë. Vetëm një gjë e dija. Nëse unë i guxoj, fati do më ndjeke. Mua fati jo një herë, 100 herë më doqë. 100 herë. Edhe ende po më ndjek. Ama e dini pse? Pse unë i guxoj? Unë kisha, ta themi se kredovi. Unë kisha një frikë kur edhe këtu. Thash dialektin e kam pak problem. Më dhanë guxim. Të di, erdha, fola, besoj gjithë më keni kuptuar. Faleminderit shumë.